Përshëndetje, mirë mbrëma të dashur shikues të RTV Dukagjinit, jeni me emisionin Pa Tekst. Unë jam Donika Juseni dhe kom kënaqësinë shumë të madhe që na jepet mundësia nga e hëna deri të enjtën të jemi bashkë prej orës 19. Më lejoni ta falenderoj Ariana Deva nga butiku Merima, e cila edhe sot është për kujdes për veshjen time, veshje kjo dhe shumë të tjera të cilat keni mundësi mi gjetë për ballë Hotel Grandit në Prishtinë. Shpresoj që jeni të kënaqur, jeni të kalu momente të mira me familjen tuaj. Pranë vetes edhe sonte si gjithmonë tjetër e kom producentin, artistin, DJ-in ton të njohur, DJ Eptan. Shumë dil, bravo. Emisionin e radhës edhe unë e vi me syza si të. Dil. Unë sot të ftuar kom dy artistat të cilët jo për herë të parë janë pjesë e familjes madhe të RTV Dukagjinit. Kanë qenë me ne për xhirime viti të ri, për evente të ndryshme, do të thonë gjithmonë kur ka gëzim, muzikë, arktim, ata janë pranë nesh. Sot i kam dy anëtar të bendit 04 Band që vinë nga Prizreni, e ajo është Ideali dhe Uliksi. Legenda, të nëse kom legenda. Tregom ma jeni heq aktiv me performanca, keni pas gjatë kësaj kohë angazhimet shumë të aktivitetet ndryshme, apo gjithë shka kam janë i sash maj qërshorë korekt kërkosht? Valla, kena vëshu një muj, ama kemi ushtru si grup shumë, jemi lidhë shumë shpesh. Shto që tash përbëm i gati, ma s'dojmë mënu alas në ditë. Bravo, bravo. Ju priftë mbara, uroj që gjithmonë keni me pas sukses, unë e ceka dhe parzit edhe njerë po e potencoj që momentin që 04 Bendi është i prezent në ndonjë event, gjithmonë është atmosferë dhe energji shumë e mirë. Kështu që uroj që gjithmonë kam ju përcjell kjo. Pse ju kesh? A veç vetë ju? Thash mos thash diçka. Merë mirë, po të kalzë. Okej, thash mos thash diçka, mos e bëna këtë situatën. Nëse kom mirdonin që të punë një pak. Qysh? Kusht ka kalzu ty? More vetë ju më konë prezente? E gojë të ditë, Kusht ka kalzu? A ka ruti që e konë, a i na konë bashkë gjirime vitit ri? A i na konë bashkë me një kafesh në Prishtinë? Qka na buni Covid-i? Covid-i t'jalluar na këtë fajt kur s'po na kon venon diqka. Mirë, loja e parë është, Eptani ka me lëshu një instrumental, ju duheni për pak sekonda me qëllu se për cilin instrumental bëhet fjallë. Ti e Uleks Garusi 1, Garusi 2, kur është koha për to unë dhe të heshtim edhe ana sjelltas, okej? Shkoj me këngën e parë të shojmë se qka ka përgadit Eptani për Uleksin. Një qmem Grammy, së fund me. Jo, është mashkull. është mashkull. Garusi, një dështaj. Oke, a e dhe ti kush është? Më do kësi Bruno Mars. Bruno Mars, bravo. E haruma këngë, Lucky for you, I got it. Qështë e pat këngë Eptan emrin? That's what I like, bravo. Okej, vazhdoj me instrumentalin e dytë, që është instrumentali i parë për ty. Hajde të shojmë. është një reper i cili ka ndru emrin së fundi. Qysh e jashtë? Qysh? I Kosovës? Ja, i ndërkombëtar, është artist i cili pri emrit me 5 shkronja e ka bu në 2 shkronja. E kanë largu prej Coachellës, e kanë largu prej çmimeve Grammy, ka fitu që në Grammy s'ka guzu me shku me marë. A mu ma dhe një faror dhe e kam shak ta pjesat, sa i din krejt do me bo. Edhe u kuni martu me njonën për motrave shumë të famshme, Kardashian. Kanye West? Bravo! Mo krejta ka zuma historinë e jetës, o me dita o jetë. Jo, da mu që do është me më Po s'dësha me qka me talit që për Bruno Mars se nuk pas na shumë një uri për jetën e ti. Ku mu interesu? Edhe instrumentali i fundit është cili e qëllon i pari për kënë bëhet fjallë, është fitu si kësaj lojes, okej? Nelly Furtado. Bravo!
A dy ku ma lidhë mu, e shtu ne shkum të vëndi. Super Punk për ndryshe. Një artiste kanadeze e cila gjithmona ka bo për veti me vibrat e soja unike muzikore. Loja e dytë është unë ju jepi nga një fjallë, ju duni me ma këndu këngën, e cila brenda tekstit e ka qatë fjallë për pak sekonda, okej? Fjalla për ty është Girls. Who run the world, girls? Who run the world, girls. Na. Kush e kënon? Beyoncé. Bravo! Qështu po m'hen në qep, kush po kënon Beyoncé në emision po m'hen qep. Ja qëllova do më thëmë. Ja qëllove. Për ty, fjalla, dashni, dashuri, dashni. Se ke që akon për ty, o dashni, Majki. E vi që ka që, a? Që është kova? është Majki të ka. Unë hala s'po moj në besu, që ti mu nuk je të mbesu, gjithë shka që pe bëj veç për dy, a mu ti s'po din me lërsu. është hala, me ka një konë, pytje të e në dublovë. Edhe, fjalla e fundit për juve dëve, cili e qëlloni pari e gjeni kongë që këtë fjallë ka brenda tekstit, është fitu si kësaj loje. Gati? Okej. Murder. Shqip ka, anglisht ka. Murder është është edhe Rihana. Edhe shqip ka, artiste që knojnë, edhe anglisht qështë cëlla do që ju bjernen. Duheni me ma këndu, se për ndryshe du të me vazhdu me fjallën tjetër. Ja, për mu vazhdo. Okej, fjalla tjetër. Kuqe. Kuqe? Kuqe. Gjyra e kuqe shumë i ngjanë, është e veça. Kush e këndon? Janë Goza. Bravo, një artist nga Shkupje, shumë i suksesshëm. Edhe loja e fundit për sot është, të dini tash paka shumë, me hi brenda kabinës. Qa ty kum njëso, këza një fazhume. Kam ju dal teksti për balë, tek ekrani, edhe në momentin që largohet teksti, ju doni me ditë vazhdimin e saj. Nëse nuk e dini, atëherë pësën dënimi. Por, edhe një rikujtim, nëse ti e dën vazhdimin e tekstit, dënimi shkon për ty. Edhe një ta vlen për ty. Në fund e keni një duet, ku shkruan 1-2-1-2, edhe që aty të dueti të shojmë që apo ndodh me juve dëve. Gati? Dhe që nësem këngëtar, po jam moj zhogë, në dina, po s'ka lidhje. S'ka lidhje, je pjesë e bendit. S'ka lidhje. Hajde, shkojmë. Këngëtari të rejtë. Jemi bashkë në kuadrë të emisionit pa tekst në RTV Duka Gjeni, është koha e lojës së fundit, Uliksi vs Ideali, cili ka me fitu, nuk e dim, por në mbetit me po nga mënyra e këndimit të tyre. Quna, jeni gati? Po. Uliksi garusi nëmër 1, tekstin e ki për balë që shtregova, edhe momentin që largohet tekstit të dush me vazhdu taman që shë kanë kompunua tekst. Nëse nuk e den, dënimi shkon për ty. Nëse e den, dënimi shkon për mikun tënd. Suksese quna, shkojmë! Easy come, easy go. Oh, take it all, but she never gave. Should've known, but what's wrong? On the first kiss, had your eyes wide open. Why was I open? I gave you all I had. That's all you doesn't trash. You doesn't all the trash as you did. Give you all my head. The salt and never there. The start. Po qysh po ik? S'ko ashtu? Hajde, qka po më shten që po hi edhe unë qëtu, hajde? Drejtohu. Hajde bashkë. Jo, drejtohu.
Nuk pranoj! Nuk pranoj! Nuk ka me I kusht uj! është veç uj! Vazhdojmë me këngën e dytë, që është kënga për Idealin. Ideala e gati? Gati, inshallah. Hajde! U gëzu Ideali! Hajde Ideal! Ideal, s'ka me I këpej mikrofonit. Jo, shansa s'ka. Qaj hi. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. In my heart of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Speaking words of wisdom, let it be. All right, gentlemen, hot. Qa? Dënime! Oke, kënga e fundit është dueti I radhës, është dueti mes Uliksit dhe Idealit. Na mbetet me pa se kush do t'jetë fituesi I kësaj loje. Mos harroni, kur shkruan një, jetë ti. Kur shkruan dy, jetë ti Ideal. Ka raste kur jeni dy një të përbashkët. E dini tashmë rregullat e lojës, shkoj me këngën e fundit. Jep një kafe të lutem, një Tokyo Express S, një karrige të ulem dhe të pres. Ti me kribën në deti, ëmbël rezato, një buzëqeshje të fshehur, ma dërgon. Si t'ja them, mbrëmtja shfletoj, e ndroj tjetër mos kem. Ti them mirë mëngjes. Ti the mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urime loqk. Urime. Hupe pak valla, hupe. Edhe pse isha me ty në lojën e fundit prej momenti që ky iki prej mikrofonit, por më vjen keq, Ulik se fitoj këtë lojë. Faleminderit shumë quna, faleminderit. Edhe si jam këngëtara. I largoni kufjet edhe veni këtu, po pikërisht që si këngëtar. Hajde, pikërisht që si këngëtar ju nga njerë I mbani ma shumë mendjen të Prej tekstet. tekstet ja kalzoj më këti unë. Faleminderit shumë të dashur shikues që ishit pjesë e emisionit pa tekste dhe sonte. Eptan, faleminderit shumë. Regjia, kamermana, gjithë ju që jeni në studio, faleminderit 1.000.000 herë. Faleminderit Uleks. Ideal ju prifte mbara. Faleminderit shumë. Shihemi.